Ka kaluar një vit nga ngjarja e Gërdecit, ndër familjet që u goditën më shumë ishin dhe shumë familje nga Martaneshi që unë i përfaqësoj, siç janë familja Deliu, Alhasa, Cani dhe Kaca. U shpreh hidrim më të thellë vetëm këtyre familje, po gjithë familjeve tjera. Të nderuar deputet, Gërdeci ka dhe do të ketë nevojë për mbështetje nga shteti dhe gjithë shoqëria shqiptare. Por e nuk ka nevojë për fjalime patetike, lot krokodili dhe mitingje nga ato që si Kasandrat luten për ngjarje tjera në pragun e fushatës elektorale. Duke vazhduar me te, këtë vit u përjetua një dimër disi ashpër, duke qenë dhe përfaqësuesi këtyre zonave malore kam përjetuar shqetësimin e këtyre banorëve, sidomos në momentin e bllokimit të rrugëve. Ka qenë një angazhim i gjithë struktura qeveritare për ta lehtësuar këtë situatë. Gjej rastit falenderoj gjithë pilotët dhe punojësit të aviacionit ushtarak dhe civil që kanë qenë pranishëm të zona mendime dhe transportin e smurve. Po ashtu si shpritet kjo situatë ishte mirëpritur shumë nga kampi opozitar. A thot se kjo ishte urdhëruar se porositur nga majoranca, ndërkohë që 3 vite më parë i luteshin Zotit në mos vite bordë dhe shiqet mos kishte drita për të akuzuar përsëri qeverisjen e Partisë Demokratike, gjithsesi i bindur se në 2 gratë janë ato që dinë se burra dhe ngrica nuk janë fatkeqësi e natyrës. Gjithsesi unë nuk jam avokat i qeverisë dhe do kërkoj që këto situata të menaxhohen me më shumë profesionalizëm, duke mos konsideruar ndihmat për këto si indulgjenca. Sa shumë u fol do për fol kur përmend ideja e kultivimit të ullirit. Duke qenë vetë mesatar, kultivimi i ullirit përbën një kartë identiteti dhe individualizim vendit tonë. Kultivimi i ullirit e bën bujqësinë tonë më shumë kompetitive, masisisht dihet jo shumë vende kanë këtë privilegj, duke përfshirë dhe vendet të rajonit. Menjëherë sa po publikuar kjo ide janë shumë ato që morën kallamarët për të llogaritë se kudo milla 20 milion rrojnë ulliri, po harruan se ulliri ashtu si au, Ulisa, Pisha ka pronat e vetat hipotekuar dhe nuk i ka marrë asnjë pllum tokë asaj që në socializëm quhet tokë buke. Nuk ka marrë tokë as në rrpirat e Kruës, as në Petresh, as në Bregdet, as në Vizë dhe Oblik, edhe as në Petrel. Së fundi është intensifikuar shumë përdorimi i lupës madhose për varfrinë. Gjithë ato që janë ekonomistë kanë qartë se varfria relative do të rritet, po për varfrinë absolute nuk është ajo tavlla që paraqitet. Gjaxhi kapitalist është kaq i keq sa nuk jep ushqim dhe bukë me lista. Pretendoj se përfaqësoj zonë më thellë malore që nga Skavica në Val Martaneshit, por situata që prezanton media dhe kampi i majt nuk është realiste. Gjithnjë dhe më shumë po intensifikohet në media ku bashkohen dhe konsiderat analizë politik, shkrimet nga përfaqësues forcat shumëta politike për rezultatin e zgjedhjeve 28 qershor, gjithë pretendojnë që forca e tyre politike më së paku do të jetë forca e tretë. Unë nuk e kam natyrën gjapshilla, po gjithsesi do të them që mos i bëni hesapet pa hanxhiun, pavarësisht se çdo